Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Na ka thirrë Zot për me vizitu vendin tënd, na vinë dhe të përgjigjemi. Pse është haxhi kaq i rëndësishëm? Sa që të jetë fundament i fesë. Xhelerët, ata që shkojnë me vizitu ato vende të shenjta, ata e marrin epitetin musafir të Zotit. Nuk është haxhi turizëm. As më pak, më spakti është turizëm. Zakonisht njeri kur shkon gjatë periudhës turistike dëshiron me pushu. Në kohën e haxhit ka angazhim, ka lodhje, ka mundime. Pa i mund nuk metet pa u pagu. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës me qëllim të adhurimit është ajo që është në Bekke. Kështu ka ardhur në ajetin kuranor, Bekke. Nuk ka thonë Mekke, po është sinonim i asaj fjale. Edhe këtu ka një urtësi pse Zoti ka përmend këtë emër. Bekke, ka thonë dietarët, është veni, është pej ai Beka, ai njeri i cili çon, mallëngjehet, ndjen mall në atë vend. Sa njeri qanë kur e sheh ato, edhe sa mallëngjehet kur e sheh atë vend. Prandaj haxhilerët janë musafir të Zotit. Kur ata i kërkojnë Zotit diçka, Allahu a jep. Kur ata kërkojnë Zotit falit mëkateve, Allahu a fal gjunahet. Se Allahu ka përgjellë që të vend me kon vendi më i shenjtë sipërfaqen e tokës. Sot njerëzit mundohen me bë lloj-lloj preferenca, mundohen me bëj lloj-lloj oferta qysh me josh njerëzit. A keni po edhe vendet që janë turistike mundohen me bëj marketing, reklama, kështu ofertat janë të lira, me kaq më shku këto vende të mira, A ka pas nevojë ndonjëherë në histori me i bëj reklam haxhit? Jo, se kur s'ka met pa vizitor. Qyteti i cili nuk flen kurrë është Mekja. Prandaj Allahu është ai që ka përzgjedh këtë vend. E njerëzit sado që të mundohen me bë përzgjedhje, qofshin prej fjalëve, qofshin prej vendeve, qofshin prej emrave, ato janë relative. Sot mund me u pëlqy, nesër ju bjen vlera aty. Haxhi prej kohës, por prej kur është bë obligim e deri në ditët e sotme çdo herë është i mbushur ai vend me vizitor. Madje ka kërkesa, numri është i kufizuar, nuk mundet me pranu vizitor aq shumë sa ka kërkesa me vizitu atë vend. Kjo është e dashur vëllezër me gjitha gjonat që Zoti ka përzgjedh. Edhe me njerëzit që ka përzgjedh Allahu, sado që të mundohen me jul ata, kur s'kan me mujt me jul. Se Allahu i ka përzgjedh. Edhe me vendet, edhe me fjalët, edhe me çdo gjë që Zoti ka përzgjedh dhe e don, sa do të ketë mundime tryshni për mi ul ato s'kan me mujt kur m'ia hu vlerën. Po atje para se të kënaqet syri, kënaqet zemra. Sikur mos t'i shkon kjo çabe, ai vend kish me met vend i shkret. Se temperaturat janë të larta. Është një vend shkëmbor me gur ndhej. Ata që janë shku edhe kanë vizitu ato për hir të Zotit, sinqerisht ju merr malli me vizitu edhe herave të tjera. Kush e mbjelli këtë dashuri? Kush e mbjelli këtë mallëngjim, këtë joshje në zemrat e njerëzve për me vizitu atë vend? Allahu i lartësuar. Ai është vendi më i sigurt në botë. Wa hadha al-balad al-amin. Allahu betohet edhe pasha këtë vend të shenjtë, këtë vend të sigurt që është për qëllim çabje. Njeri do të duhet me mendu edhe me reflektu, jo veç thjesht me i marrë vetëm aspektin formal. Pej këtyne gjanave që do të duhet me bë, qëndron besimtari në kodrën Safa dhe Marwa, që thirret me emrin Sa'i. Shumica këtyne ritualeve të haxhit lidhen me kohën e Ibrahimit a.s. Shikoni po shumë e ka nderu feja gruan, çfarë pozite të lartë i ka jep Zoti gruas. Ibrahimi a.s. pej Palestinës e mur djalin që e dashti me zemër, mas disa viteve Allah ja kishte fal, po e lën në atë vendin më të thatë në botë, në atë vendin më pa ujë në botë, po e lën te Mekja, bashortën e tij Haxherën me birin e tij Ismailin. Ai fëmiu i vogël nga etja e madhe që ishte në atë vend që s'kishte ujë, rënkonte nga çarit e tij,
E nana, sigur sakrifica që mënë me bësh dhe nanë për këtë shkak ja kanë ngritë Islami vlerën, ajo shkoj unë gjithë dherën një kodrën Safa, pasaj në kodrën Merva, kështu 7 herë boni ecje në atë vendin Shkëmbor. Dhe nga këmbët, duke qenë se djali i uritur e jetur për ujë i binte me thembrën e tij tokës, prej ati këtu del mrekullia, kur ja lën Zotin dorë një çështje, ai bën mrekulli ka të se pret fare. Nga ai buroj lumi më i pashtershëm bot, ai burimi më i pashtershëm uji Zemzem, që kur nuk është përmend histori që është terrë ndonjëherë. Me tonelata merret pe atij vendi ujë, edhe kur nuk është terrë. Ku shpin ujë të Zemzemit, do të me pi ujë pe atij vendit, ku shpin ujë me njet, i realizohet dëshira e tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai person i cili bën haxh nuk shtyhet atje, edhe nuk flet fjalë pahishme, efekti i asaj vepre është kthehet shpinën e tij sikurse me paslim nëna. Prandaj nuk ka shpërblim për haxhin e pranuar përveç se xhenetit. الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. Sadaq Allahu al-Azim. Lavdi dhe falënderimi kulmor i takon Zotit gjithësisë. Allahun e madhrojmë, Zotin e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet tona qofshin mbi pejgamberin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare, të cilët e ndjekën e pasuan, por dhe do ta pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e llogarisë përfundimtare. Të dashur vëllezër besimtar. Nga kushtet e xumos, sigur që e dim është që të trajtohen në të tema që kanë të bëjnë me aktualitetin. E aktualiteti këtyre ditëve është se në këto ditë fillon të realizohet një ibadet i madh, e për cilin na nuk mund të kalojmë pa folur për të. Ibadet i madh për shkak se është një prej fundamenteve të fesë. Është prej shtyllave bazike, themelore të fesë islame, kushti i pestë i islamit e që është haxhi. Vizita e Qabës. Pse është haxhi kaq i rëndësishëm? Sa që të jetë fundament i fesë. Kjo temë të dashur vëllezër, jem vetëdijshëm se është temë e gjanë. Edhe ne gjatë kësaj kohe të hutbes së xumos nuk kemi për qëllim të ju të tregojmë rregulla se si duhet kryhet haxhi. Për shkak se për ta janë personat kompetent edhe haxhilerë të cilët do të shkojnë edhe prej vendit ton. Allahu xhaleshanu ja mësoft që me rria të shëndeshë mirë dhe mu apranu haxhin ja Rabbel Alamin. E të kthehen në shtëpiat e tyre ashtu sikur që i ka dinë nana pa gjunahe.
Pse është haxhi kaq i rëndësishëm? Mas pari, haxhilerët, ata që shkojnë me vizitu ato vende të shenjta, ata e marrin epitetin musafir të Zotit. Nuk është haxhi turizëm. As më pak, mas pakti është turizëm. Ai është një lloj xhihadi, është një lloj lufte, ka angazhim, ka lodhje. Zakonisht njëri kur shkon gjatë periudhës turistike dëshiron me pushu. Në kohën e haxhit ka angazhim, ka lodhje, ka mundime. Pa i mund nuk metet pa u pagu. Prandaj ata shkojnë me vizitu një prej shtëpive të Allahut, gjithsesi shtëpinë e parë të ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës për adhurim, ku vetë Allahu i lartësuar ka thënë Kur'anin famëlart: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Me të vërtet, tha, shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës me qëllim të adhurimit është ajo që është në Bekke. Kështu ka ardhur në ajetin kuranor, Bekke. Nuk ka thonë Mekke, po është sinonimi asaj fjale, por edhe këtu është për qëllim, edhe këtu ka një urtësi pse Zoti ka përmend këtë emër. Bekke, ka thonë dietarët, është veni, është pej ai Beka, ai njeri i cili çon, mallëngjehet, ndjen mall në atë vend. Sa njeri çon kur e sheh ato, edhe sa mallëngjehet kur e sheh atë vend, pasi të kthehen në vendin e tij. Mubarakan wa hudan lil alamin. Ka thonë ajo është e bereqetshme, edhe është udhërrëfyes për gjithë njerëzit. Pra shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës me qëllim të adhurimit të Zotit është ajo në Mekë. Është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë cila është shtëpia e parë, ka thonë Mekja. Pastaj kush, ka thonë pastaj Mesjidul Aqsaja. Sa është distanca mes tyre e ndërtimit, ka thonë 40 vite, 40 vite. Vllazën, sikur që tham, njerëzit që shkojnë me vizitu atë vend, sikur se edhe ju që keni ardhur me vizitu këtë vend këtu, që na s'kena mundësi dikush prej neve me shku me vizitu haxhin, këto xhamit, sikur se edhe Çabja, janë shtëpia të Allahut. Shtëpia të Zotit. E ju edhe unë kena ardhur musafir në këto shtëpia. E kush është një koqiri që na pret neve në shtëpinë e tij? Është Zoti i Madhreshëm. E është hak, është e drejtë e një koqirit me ndëru musafirin e tij. Prandaj ka ardhur në hadith kështu, një njeri ka thonë i cili, xhamiat ka thonë, xhamiat janë shtëpia të Allahut. Prandaj ka thonë një njeri i cili del për shtëpisë e tij, duke u pastru, e duke u vesh mirë, e duke u rregullu dhe shkon në shtëpinë e Zotit, në xhamin, çabe, kudo kuft, ka thonë është haki i koqirit me ndëru musafirin e tij. Kena pa shumë njerëz që janë bujar. Ata për nga mikpritja zemrën ta jepin, gjithçka, mos flasin për të mirave materiale, që shdojnë me ndëru musafirin, madje ka qenë traditë e këtij populli me ndëru musafirin. Por a mendoni që është e barabartë mikpritja e Zotit me mikpritjen e njerëzve, kurse se nuk është e barabartë. Prandaj haxhilerët janë musafirët e Zotit. Kur ata i kërkojnë Zotit diçka, Allahu ua jep. Kur ata kërkojnë Zotit falet mëkateve, Allahu ua fal gjunahet. Kur ata kërkojnë diçka për m'ia plotësu, Allahu ja plotëson atyne. Prandaj vllazën, ata pra sikur që tham, shkojnë me vizitu Çabën, shtëpinë e parë të ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës me qëllim adhurimi. Pse është Çabja kaq e rëndësishme? Pse është Mekja kaq e rëndësishme? Për shkak se mas pari është një ajet i Kuranit. Allahu i lartësuar thot: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Me të vërtetë ka thonë Zoti jot është ai i cili krijon çka don edhe përzgjedh.
Mas pori Allahu ka përgjellë që të vend me konë vendi më i shejtë si përfaqen e tokës. Sot njerëzit mundohen me bë lloj preferenca, mundohen me bë lloj oferta qysh me josh njerëzit. A keni po edhe vendet që janë turistike mundohen me bë marketing, reklama, kështu ofertat janë të lira, me kaq mëni me shku këto vende të mira, A ka pas nevojë ndonjëherë në histori me i bë reklam haxhit? Jo, se kur s'ka met pa vizitor. Qyteti i cili nuk flen kur është Mekja. Ata që në shku kanë vizituar, kanë po, kur nuk nalen atje, çdo herë ka vizitor. Edhe kërkush mos me fol, mjafton Allahu ja ka ngrit këtë vlerë. Prandaj Allahu është ai që ka përzgjedh këtë vend. E njerëzit sado që të mundohen me bë përzgjedhje, qofshin prej fjalëve, qofshin prej vendeve, qofshin prej emrave, ato janë relative. Sot mund me u pëlqy, nesër ju bjen vlera aty. Haxhi pej kohës, por pej kur është bë obligim e deri në ditët e sotme çdo herë është i mbushur ai vend me vizitor. Madje ka kërkesa, numri është i kufizuar, nuk mundet me pranu vizitor aq shumë sa ka kërkesa me vizitu atë vend. Prandaj të dashur vëllezër, ajo që do duhet me ditë është, pra sikur që tham, njerëzit që mundohen me përzgjedh në këtë botë diçka edhe për shkak se Zoti ja pas ka ngrit aty në gjanave që i ka përzgjedh ai, ja u ka ngrit vlerën, njerëzit mundojshin me bë konkurrencë saj. Për shkak të Mekës që Zoti e ngriti dhe boni këtë vend shet në kohën e pejgamberit sa konkretisht, respektivisht në vitin e lindjes së tij, që thirret Amul Fil, viti elefantit, një mbret atje prej Yemenit, i quajtur me emrin Abrahe, duke pa se njerëzit shkojshin me vizitu Qabën shumë për mi bë konkurrencë, e ndërtoi edhe ai një Qabë atje në Yemen. E i thirrë njerëzit me vizitu, nuk shkoj kërkosh atje, se ata ka përzgjedh njeriu. E Qabën e ka përzgjedh Allahu. Kjo është të dashur vëllezër me gjitha gjonat që Zoti ka përzgjedh. Edhe me njerëzit që ka përzgjedh Allahu, sado që të mundohen me jul ata, kur s'kan me mujt me jul. Se Allahu i ka përzgjedh. Edhe me vendet, edhe me fjalët, edhe me çdo gjë që Zoti ka përzgjedh dhe don, sa do të ketë mundime trysni për mi ul ato s'kan me mujt kur m'ia hu vlerën. Prandaj për këtë është kaq e rëndësishme Mekja. Allahu ka përzgjedh ato. Dhe sikur që thash edhe në fillim, ndoshta mas pakti është vend turistik. Pse? Zakonisht njerëzit për turizëm shkojnë, zgjedhin vende gjelbrume, vende ku të kënaqet pamja, syri të kënaqet me pa. Na tregojnë axhelerët që janë këtu, çka ka atje në Mekë? Atje nuk ka pos çka mundesh me pa, atje janë gurt më të mëdhenj në botë, shkëmbinit më të mëdhenj në botë. Po atje para se të kënaqet syri, kënaqet zemra. Sikur mos t'i shkon kjo Qabe, ai vend kish me met vend i shkret. Se temperaturat janë të larta. Do thot është një vend shkëmbor me gur ndhej, po ajo që ka bë në atë vend, sikur që thash, mallënxehen njerëzit, edhe pse sikur që thash nuk është vend i lehtë, ka mundime, ka angazhime, po ata që janë shku edhe kanë vizitu ato për hir të Zotit, sinqerisht, ju merr malli me vizitu edhe herave të tjera. Kush e mbjellë këtë dashuri? Kush e mbjellë këtë mallënxhim, këtë joshje, zemrat e njerëzve për me vizitu atë vend? Allahu i lartësuar. Prandaj specifik se ky vend është kaq i përzgjedhur prej Zotit ai është vendi më i sigurt në botë. Për çfarë arsye? Ibrahimi a.s. kur e ndërtoi Qabën me djalin e tij, dashur Ismailin a.s. boni një dua dhe tha: Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Tha: o Zot, kur e ndërtoi Qabën, boni dua, tha: o Zot, boje këtë Mekën vend të qetë, të sigurt, edhe furnizoj
banorët e saj Mekës me furnizime, domthon ata cilët me furnizime të mira, ata cilët e besojnë Allahun dhe dërguarin e tij, edhe ditën e fundit. Çdo sen, çdo gjë që i hyp vlerën këtë botë një vend për me pas edhe donacione për jashtë, për me pas edhe investime për jashtë, mas pari donator të këshyrin, a është vendi sigurt? A ka siguri në atë vend? Ç'kjo është njëna prej kushteve kryesore? Apo sheh kur ka siguri në një vend, pastaj ka thonë warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ka thonë pastaj furnizoj për të mirave tua ata që besojnë Allahun dhe dërguarin e tij. Pra për me pas prosperitet ekonomik, stabilitet politik në vend, për me pas prosperitet në një vend të vazhdueshëm, prej çështjeve kryesore është siguria. Prandaj, o vëllezër, mos çuditni, nuk është e rastishme pse edhe është tu numri i namazlive këto që po i shohin xhamia tona plot, s'po i nxen asa borë. Nuk është e rastishme kjo. Ndoshta periudhën para luftës si kena po, nuk ka qenë kështu e tillë. Pse se edhe feja nuk mundet më mbajt pa siguri. Një prej kushteve të xhamas është me kon sigurt, mos me pas jo siguri, nuk e kish pas obligimor me fal xhaman. Prandaj siguria është një vlerë. Dhe shikoje njerëzit e mençur kanë ditë çfarë doje me bo. Ibrahimi ka qenë Khalilur Rahman, ka qenë i dashur i Zotit, dosti Perëndis, ai ka mujt me bo çdo lloj doje, ka thonë o Zot, këtë vend bëje vend qetë të sigurt. Sa ka vende të mira për shkak luftës i ka hub, do thot njerëzit nuk mujt me shku me jetu aty vend se s'ka siguri. Prandaj, shikoje, dikon mu rrit edhe numri i adhuruesve ata cilë shkojnë me vizitu ato, e Allahu e ka bo këtë vend të sigurt. Wa hadha al-balad al-amin, wa at-tini wa az-zaytun wa turi sinin, wa hadha al-balad al-amin. Allahu betohet pasha fiqin edhe ullirin, pasha kodrën Turi Sina, edhe pasha këtë vend të shenjtë, këtë vend të sigurt që është për qëllim çabje. Ky vend të dashur vëllezër, ku shkon njeri me vizitu, do të duhet me mendu ata që shkojnë me pa, jo veç të jesh sikur një vizit, po të meditojnë rreth asaj kur shkojnë me vizitu qabën. E para për asaj që do të duhet me vizitu, do të me pa haxheleret para se me shku, me pa qabën, e kanë një dua. Thonë, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Që ka këtë kuptim, të përgjigjemi ty o Zot, të përgjigjemi. Labbaik la sharika laka labbaik. Ty të përgjigjemi o Zot që nuk ke shok në sundimin tënd. Innal hamda, me të vërtet falëndërimi, wan ni'mata edhe dhuratat edhe mirësitë edhe begatit janë prej teje, laka wal hamd la sharika lak. Ti që nuk ke shoq në sundim. Kur është thonë kjo fjalë? Edhe pse thuhet kjo fjalë? Kjo fjalë është thonë vllazën se kur e ndërtoi Ibrahimi a.s. qabën së bashku me Ismailin a.s. Allahu i tha me ajet Kur'anit ju drejtu Ibrahimit a.s. duke i thënë wa adhin fi an-nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik. Tha dhe thirrti o Ibrahim ndër njerëz për haxhin se ty të vinë këmsor dhe kalorës me deve të raskapitura që të vinë për rrugëve të larta. I dha urdhër Ibrahimit thirrni njerëzit për haxh. Ibrahimi a.s. tha, nuk ka pas sikur kohën e sotit mikrofone ato parlanta, tha o Zot jam, ku tha nuk depërton zonë jam gjithkund që më ndëgju njerëzit, tha ti bëje ato që po kërkosh, neve na takon pastaj komunikimi. E kanë dëgju njerëzit dhe kur shkojnë e thonë këtë donë që thash më herët, do thot përgjigje lutjes e Ibrahimit. Na ke thirrë o Zot për me vizitu vendin tënd, na vinë dhe të përgjigjemi. Çka shkojnë muslimanët para se me shku me vizitu këtë vend, para se me shku dhe në haxh ata veshen me dy pëlhura të bardha që thirren me emrin ihram. Njeri do të duhet me mendu edhe me reflektu, jo veç thjesht me marrë vetëm aspektin formal.
Se feja jo nuk është formalitet. Dhe ato që simbolizojnë? Ato simbolizojnë do thot pastërtinë të bardha, i ngjan pastaj edhe të vdekurve, të cilët pastrohen, do të veshen me rrobat e bardha, me pëlhurën e bardhë dhe dorëzohen para Zotit. Dhe në të nuk ka dallim ai që ka pozitë me ata që nuk ka. Nuk ka dallim i bardhë dhe i ziu, nuk ka dallim në të do të i pasuri dhe i varfëri, të gjithë janë barabartë para Zotit. Prandaj, të dashur vëllezër, ku mund të realizu këto reflektime përveç se në fenë e Zotit? Ajo që kisha me i përmendë edhe 2-3 gjana dhe me to me përmbyll, gjithashtu pej formave kur të shkon besimtari me kry haxhin, është pej këtyne gjanave që do të duhet me bë, qëndron besimtari në kodrën Safa dhe Marwa, që thirret me emrin Sa'i. Shumica këtyne ritualeve të haxhit lidhen me kohën e Ibrahimit a.s. Sakrificën, shikoni po shumë e ka nderu feja gruan, çfarë pozite të lartë i ka jep Zoti gruas. Kur Ibrahimi a.s. në atë vend thotë ishte vend i pabanum, shkretir, e ata që jetojnë shkretir do me thonë, e din që do me thonë, ku s'ka ujë, është që ai vend është vetë dekje prurs. Ibrahimi a.s. pej Palestinës, e mur djalin që e dashti me zemër, mas disa viteve Allah ja kishte fal, po e lën në atë vendin më të thatë në botë, në atë vendin më pa ujë në botë, po e lën te Mekja, bashortin e tij Haxherën me të birin e tij Ismailin. Nuk ishte njerëz për rreth, nuk ishte burim uji, tarët, rezervat e ushqimit ishin të kufizuar. Ajo gruaja e mençure i tha burrit saj, Ibrahimit tha, ku po na lën o Ibrahim? Ai nuk foli. Tha, ku po na lën o Ibrahim? Ai prap nuk foli. Tha, Allahu amaraka bi hadha? Tha, Zotit ka urdhëruar me na lënë çet vend? Pastaj ai me kohën e tij e pohoi kët. Tha, atëherë nëse Zoti ka kërku, tha, nuk kam na hub neve Zoti. Ai që mbështetet Allahut kur s'ka me hub. Por shikoje, ajo nona nuk neti pasive, ai fëmiu i vogël nga etja e madhe që ishte në atë vend që s'kishte ujë, rënkontet nga çarit e tij. E nona, sigur sakrifica që mënë me bëj çdo nanë për këtë shkak ja ka ngritë Islami vlerën, ajo shkoi unë gjithë dherë në një kodrën Safa, pastaj në kodrën Marwa, kështu 7 herë boni ecje në atë vendin shkëmbor, ku ndoshta edhe këmbët çelen gjak. Mos po sheh atje, mos ka disa njerëz që vinë me sjell ujë për djalin e saj, këtë vend mos po shohin. Dhe nga këmbët, duke qenë se djali i uritur e jetur për ujë i bente me thembrën e tij tokës, prej ati këtu del mrekullia, kur ja lën Zotin në dorë një çështje, ai bën mrekulli ka të sepret fare. Nga i buroi lumi më i pashtershëm botë, ai burimi më i pashtershëm uji Zemzem, që kur nuk është përmend histori që është terrë në një herë. Me tonelata merret pe atij vendi ujë, edhe kur nuk është terrë. Ai dul një kru i madh dhe tha nana Ismailit në gjuhën aramitet asaj kohe, Zemzem, ndalu, grumbullahu. Pejgamberi sa më tha, Allah më shirof nanën Ismailit, sikur mos të kishte thonë këtij uji, tha do të bëhej një kru i madh. Ata cilët kanë pi, tha, ku shpin ujë të Zemzemit, do të me pi ujë pe atij vendit, ku shpin ujë me njet, i realizohet dëshira e tina. Thot Imam Shafiu, tha, pishëm ujë Zemzemit me qëllim të na shton Zoti dituri, tha na shtoj Allahu dituri, sikur të pishëm ujë Zemzemit me qëllim që Allahu me na shtu devotshmëri do të na shtonte. Prandaj vllazën thashë shumë temë gjanë. Unë kërkoj falje që po zgjerom kështu, po du me përmbyll me një mesazh. Sikur që thash edhe në fillim, feja jonë çdo obligim që ka kërku prej neve, nuk e ka kërku vallahi në ato veç thjesht, po ato ka kërku se pasoj fshihen gërthen në vete shumë mesazhe të forta, kuptim plote. Ta dim, nuk në fen ton nuk është efekti kur na realizojnë adhurimin, po në fen ton
efekti shihet madje edhe pasi ta realizojmë adhurimin. Kur shihet efekti namazit? A veç kur jemi duke u fol, jena të qetë, efekti namazit është kështu të është xhumo, këtë jeni të qetë. Kur dalim as xhumo, atëherë shihet efekti. Duhet më mbush që me bu inna salata tanha anil fahshai wal munkar, me të vërtet namazi largon nga veprat e këqija dhe të irritura. Agjerimi nuk është agjerimi i formalitet, nuk është veç me nejt pa ngronë dhe pa pi, sikur që namazi nuk është fiskultur, do të qohun gritu. Ai e largon njerin pe punë të këqija, sikur që edhe agjerimi as-sawmu junne. Ka thënë pejgamberi sa sem, agjerimi është mburoj pej epsheve, është mburoj me reagu kur dikush të ofendon ti me ditë me pas një mburoj qysh me reagu, sikur se edhe haxhi që me të po përmbylli, pra e ka mesazhin e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuhu." Ka thënë, ai person i cili bën haxh nuk shtyhet atje, edhe nuk flet fjalë pahishme, efekti i asaj vepre është kthehet shpinën e tij sikur se me pastim nana. Pa gjinohe. E ka evidencën fletore e ka të pastër. Prandaj nuk ka shpërblim për haxhin e pranuar përveç se xheneti. Allahu na e pranoft atyre që shkojnë me bë haxhin. Allahu atyre që kanë dëshirë me realizu, Allahu ja mënsoft ja Rabbi. Allahu sigur që shu lot Ibrahim a.s. atë vend me bëtë sigurt, edhe na lutemi që vendi jonë me koni sigurt, me ndalë lufta në çdo vend të botës, edhe në vendet islame ku atje po përsekutohen civilet, fëmijët, plesht, e gratë e pafajshme. Allahu e ndalë luftën, e ndalë atë thembrën armikut, ato cilën dët i poshton dhe i maltreton atë popull. Allahu boft që harmonia, lumturia me mbretëru në gjitha vendet. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lutën e Zotin ai përgjigjet lutjeve.